qoftë në punë, qoftë në shtëpi, të gjithë ne përballemi me të njëjtën sfidë, apo jo? Si t'i bëjmë njerëzit rreth nesh të bashkëpunojnë me dëshirë? E po, ekziston një sekret i thjeshtë, por jashtëzakonisht i fuqishëm, i fshehur në një tekst klasik, dhe sot do ta zbërthejmë pikërisht atë. Le t'i hyjmë drejtën temë. Pyetja themelore është kjo: si e bind dikë të bëjë diçka? Tani, ndoshta mendoni se e dini përgjigjen, por a funksionojnë vërtet në afat të gjatë ato metodat që përdorim zakonisht? Le të shohim. E po, gjëja e parë që na vjen ndërmend është forca, apo jo? Sigurisht, mund ta detyrosh një punonjës të mbarojë një detyrë ose një fëmijë të pastrojë dhomën, dhe po, për momentin funksionon. Mjeti tjetër i zakonshëm? Kërcënimi. Rreziku i pushimit nga puna ose heqja e një privilegji. Këto duken si zgjidhje të shpejta e efikase. Por çfarë ndodh në momentin që kërcënimi zhduket? E vërteta është se këto metoda të vrazhda dështojnë në mënyrë spektakulare. Ato mbjellin fara inati dhe rezistence. Njerëzit mund të binden përkohësisht, por sapo t'ua kthesh shpinën, i gjithë bashkëpunimi shembet. Dhe ja ku arrim te sekreti i vërtet. Mënyra e vetme e qëndrueshme për të ndikuar te dikush nuk është detyrimi, por ta bësh atë të dëshiroj ta bëj. Kjo e ndryshon të gjithë lojën. Pyetja e madhe është si arrim këtë? Përgjigjja qëndron në të kuptuarit e një urie të thellë psikologjike, një nevojë kaq e fuqishme saqë edhe pse shpesh e neglizhojmë, drejton pothuajse çdo veprim tonin. Mendoni pak për dëshirat tona themelore. Shëndeti, ushqimi, gjumi, parat, këto janë nevojat që shumicën e kohës arrim t'i plotësojmë. Por shikojeni atë të fundit, një ndjenjë rëndësie. Kjo është uria psikologjike që rrallëherë shuhet plotësisht. Kjo nuk është thjesht një ide e re. Filozofi i madh John Dewey e identifikoi këtë si impulsin më të thellë. Pra, jo një dëshirë kalimtare, por një forcë themelore që na motivon të gjithëve. Dhe nëse kjo nuk mjafton, psikologu William James shkon edhe një hap më tej. Ai nuk e quan atë një dëshirë apo mall, ai e quan uri. Një nevojë po aq themelore dhe e fuqishme sa uria për ushqim. Dhe kjo uri, për të ndjerë i rëndësishëm, është ajo që e shtyi një në punës të varfër si Lincoln të luftonte për të bërë prezident. Është ajo që e shtyi Rockefeller të grumbullonte pasuri të paimagjinueshme. Është në thelb motori i arritjeve njerëzore. Në rregull, kjo është teoria, por si e përdorim këtë njohuri në praktik? Çfarë ndodh realisht kur e ushqejmë këtë uri për rëndësi dhe çfarë ndodh kur e injorojmë atë? E po kontrasti është si nata me ditën. Nga njëra anë kemi kritikën, ajo vret ambicionin, dëmton marrëdhëniet, lind mëri. Nga ana tjetër, vlerësimi dhe inkurajimi bëjnë saktësisht të kundërtën, zgjojnë entuziazëm dhe nxjerrin në pa më të mirën e një personi. Le të marrim një shembull nga jeta reale. Charles Schwab. Andrew Carnegie i paguante atij një rrogë të jashtëzakonshme për kohën, mbi $1 milion në vit. Pse? Sekreti nuk ishte njohuria e tij teknike për çelikun. Sekreti i tij? E po, ai e tha vetë më së miri. Ai tha: "Unë jam i etur për të lavdëruar, për nguroj të gjej gabime." Ai e kuptoi se pasuria e tij më e madhe ishte aftësia për të zgjuar entuziazëm, dhe kjo bëhej vetëm përmes vlerësimit dhe inkurajimit të sinqertë. Dhe nuk ishte vetëm Schwab. Shefi i tij, vet Andrew Carnegie, një nga industrialistët më të suksesshëm në histori, donte që në gurin e varrit të tij të shkruhej: "Këtu prehet ai që dinte të mblidhe rreth vetes njerëz më të zgjuar se ai vet." Ai e dinte se fuqia e vërtet vjen nga vlerësimi të tjerëve. Mirë, e di çfarë po mendoni tani. E gjithë kjo tingëllon pak si manipulim apo jo, si diçka jo e sinqertë. Le ta adresojmë këtë drejt për drejt. Kjo është pyetja që lind natyrshme. A jemi duke folur për lajka të lira dhe të pasinqerta? Përgjigjja e shkurtër. Absolutisht jo. Ka një dallim thelbësor. Lajka është si një monedhë false. Mund të funksionojë për pak kohë me dikë, por në fund të fundit do t'ju fusë në telashe. Është e pasinqertë, e cekët dhe vjen nga një vend egoist. Dallimi është fare i thjeshtë. Vlerësimi është i sinqertë, vjen nga zemra dhe është altruist. Lajka nga ana tjetër është e pasinqertë, egoiste dhe vjen, siç thuhet, nga dhëmbt. Njëra admirohet, tjetra dënohet me të drejtë.
Kjo thënie e fuqishme përmbledh fare mirë. Lajkat janë të rrezikshme dhe boshe. Ajo për të cilën po flasim është diçka krejtësisht tjetër, një mënyrë e re për të parë dhe për të bashkëvepruar me njerëzit. Tani le të shohim se si mund ta zbatojmë këtë parim në jetën e përditshme. Si kalojmë nga teoria, e cila tingëllon pokur, në veprime konkrete. Në fakt është një proces me 4 hapa. Së pari, duhet të ndalojmë së menduari për veten dhe të zhvendosim fokusin te personi tjetër. Së dyti, të kërkojmë aktivisht për pikat e tyre të forta. Pastaj, hapi i tretë, t'u japim atyre vlerësim të ndershëm dhe të sinqert, dhe së fundi ta bën këtë me zemër dhe buxhari, ashtu siç na mësoi Schwab. Dhe kjo qasje funksionon pikërisht aty ku kritika dështon gjithmonë. Në vend që të përqendrohemi te gabimet, kur vlerësojmë edhe përpjekjet më të vogla, ne japim tjetrit dëshirën për të përmirësuar. Ky parim ka fuqinë të transformojë marrëdhëniet tona, si në punë, ashtu edhe në shtëpi. Dhe kjo na lë me një mendim të fundit, një maksim për ta mbajtur mend. Ne kemi mundësi të pafundme çdo ditë për të dhënë fjalë të mira dhe vlerësim. Pse ti shtym për më vonë? Fjalët e mira mund të mbahen mend dhe të çmohen për një jetë të tërë. Pra pyetja mbetet, çfarë të mire mund të bëjmë sot?